9 gola i ka shënuar Malisheva në pjesën e para këtë edicion, kurse 17 gola në pjesën e dyta. Dallimi është enorm. 2 herë ka mbyllur pjesën e parë me avantazh, 14 herë duke barazuar, 5 herë duke humbur Malisheva. E përmenda, nuk ka skuadër e pjesëve të para as pak. Qëmë se çfarë do ndodhë tani në këtë ndërprerje pranë topit Bruti. Luan Shkurtaj, diçka e përgatitur kjo, Hazrolaj me goditjen. Shohem edhe një herë tjetër, kjo e majt. Pasëm 10 minuta pushim deri kthehemi. Qëmë se si do shkoj kjo pjesë e 2, Dugagjini që ka e përsi 1-0 falë golit të Mërgim Pevqelit në minutën e 10 të duelit. Shumica ndeshjeve në Super League në këtë edicion janë fituar nga skuadra. Portieri Margono që tani do vendos murin e gjallë. Hazrolaj në shtyllën e dytë, argimi shumë mirë, Prekazi e këtë në qendër, Prekazi edhe njërë, qëmë se qëfar do të ndodhë këtu. Gjiliani në hyrje të zonës, të lovi e madhe Met Milaku. Me rezultatet momentale të Superligës, skuadra e Dugagjini del nga zona ftohtë e rënditjes. Suhareka do t'jetë e parë. Dugagjini, perfekt paraqitje Dieniti Sufit, si në mbrojtje, si në sul, një rol me fanellën Bardej Gjelbër. Mundësia për Malisheva këtu, topi në zonë, qojmë rasti, vijon aksioni, qëfar ndërhyrje, qëfar. Njerë pasimi Gjiliani dhe më pas Hazrolaj, kjo është situata, Gjiliani ndjek aksionin deri në vend par, Erlis Gjemajli me një ndërhyrje, alla Maldini. Kontakti mes Hazrolaj dhe Margonos nuk duket se ka ekzistuar. Nuk duket se... Le shohim tani nga një kënd tjetër. Ky ka qenë në momenti ndërhyrja Gjemajlit. Rëmben topin Altin Aliu në posetimaj. Hazrolaj tani, Hazrolaj futët në zonë, Hazrolaj vjen goditja, super pritje, Margono. Vijon të jetë 1-0. Hazrolaj, vjen arkimi ti, nuk ka rrezik. Goal out. Nuk kam besim tjetër ku e ai i merr në skuadrën e tij për të shkëlqyer, një i tillë duket të jetë edhe Dieniti Sufit pak. Degazhon para tani Margono. Hazrolaj bukur pasimi ti, çfarë rasti këtu, po reagon në mbrojtje, ka pasur edhe offside. Malisheva forcën kryesore ka pasur fillimin e pjesëve të dyta me 13 gola nga minuta e 45 deri në atë 75. I bëri ball Dugagjini kësaj. Arbër Pira e kthen topin brava për Ilir Avdylin.
Gati zëvendësimi tek Malisheva, do t'jetë Ibrahim Cërvadiku që do inkuadrohet në lojë, përveç tij edhe Fatjon Bunjo. Ndeshja 6 në të cilën do mbaj portën e paprekur Dugazhini këtë edicion, nëse rezultati mbetet i tij. Pesë minuta deri në fund. Cërvadiku. Janarkimi i tij Margono, jo fort i sigurt, ka pasur offside gjithsesi, kështu që nuk do të blente goli edhe po të shënohej. Gjiliani gjen hapësirën, vjen krosimi i tij, Margono e ka topin në duar. Penalti për Feronikeli 74 në ndeshjen tjetër. Mund ta shihni në Sport 2. E mbyllë gjithçka, Dugazhini del fituese me super golin e Morgin Pevçelit. Ismet Munishi dhe skuadra e tij janë ata që pusqeshin sot.